Kjo ekspozit është një krijim, është një gjetje e bukur që bëhet për herë të parë në Sarandën tonë. Kjo formë ekspozite që fillon me historikun e peshkimit në bregun Adriatik, në bregun e Tetit Jon, eksperiencat më të hershme të mënyrës së peshkimit deri në këto mënyrat më moderne në kohët e sotme, që do të thotë si peshkosh nga shtësi, në mesjet dhe në ditët e sotme. Të gjitha këto shprehen, duken në mënyrë grafike me fotografit, me anijet, me statistikat e ndryshme. Në sallën qendrore, që është dhe instalacioni qendror që në bazë të këtij instalacioni simbol për jetën, veprimtarinë, mënyrën e peshkimit të detarëve tanë, të peshkatarëve tanë, e gjetur bukur me muzikën e vet, na jep simbolikisht atë që peshkatarët e qytetit tonë ndër vite kanë kaluar duke luftuar me detin gjithmonë për të sjellë peshkun më të mirë për qytetin dhe për miqtë në këtë moment që flasim për sezonin turistik që duket se do jetë i begat. Këtu kemi një instalacion përpara shfaqet e gjithë terminologjia, gjuha që përdor peshkatari me detin. Do me thënë, më konkretisht, janë mënyrat e lidhjeve të rjetave, janë hartat, shikojmë edhe maketet e anijeve të para deri në ditët e sotme. Njëkohësisht, shikojmë mënyrën se si lidhë fijet e rjetave. Njëkohësisht shikojmë edhe portretet e këtyre peshkatarëve që se i cili me psikologjinë e tija, me format grafike në bardhëzi, që ai që e njeh ose që do të mësoj për detin, për peshkimin, lexon ato, domethënë që këta kanë luajtur me detin, janë përballur me detin, domethënë në momente të vështira, dhe me diell, dhe natën, dhe me shi, dhe me rebesh, domethënë është një formë artistike luftë për ekzistencë. Dhe ne jemi që të gjithë krenar për rezultatet e tyre dhe bujarinë e tyre që kanë sjellë në qytetin tonë. Një gjë e veçantë që ka kjo ekspozit. Kjo ekspozit, siç e tham, ndërtohet në 4 salla. Salla qendrore, që është instalacion që flasin me eksperiencën e tyre këta peshkatarët, është salla tjetër që na jep gjithë historikun siç e përmenda, po kemi dhe një sallë korridor që janë artistët e mëdhenj, mjeshtrat e mëdhenj, nobelistët e mëdhenj që janë frymëzuar nga jeta, nga puna, nga gjithë sakrificë e këtyre peshkatarëve në mbar botën dhe njëkohësisht në qytetin tonë dhe në gjithë Shqipërinë. Po krahas kësaj, kemi dhe një instalacion tjetër që vizitori në këtë formë që është ere parë që është bërë kjo formë ekspozite muze, do gjej vizitori një instalacion që thuhet çfarë të ngacmoi, çfarë u inspirove këtu. Do me thënë, kjo magjia e detit të ngacmon për dashurinë, për nostalgjinë, për forcën, për këmbguljen, dhe idhe dhe ti një top të vogël në ato që bëjnë ato statistikat, po njëkohësisht i shkruaj dhe një shprehje të bukur në qoftë se je frymëzuar nga e gjithë kjo ekspozit që e shikoj me shumë interes dhe vizitorët gjithmonë janë të befasuar sepse është kombinuar mendimi profesional i grupit që ka ideuar, që ka realizuar këtë formë të gjën me vlerë për qytetin tonë në këto ditët, në këto 5 ditë të festës së peshkut për qytetin tonë. Gjuha e peshkatarëve, thot abordazh, mënyrë e vjetër luftimi në det kur anijet puqeshin e kapeshin me çengela që luftuesit përlesheshin. Ose mund marrim më poshtë, thot
bovë metalike e zbrazët në tratë fuqie në ndonjë trajt tjetër që rrim mbi ujë për të mbajtur ekuilibrin. Ose themi neve dallë, thot ai, është vale madhe në det, në liqene të tjera që lëviz me vrull. Ose thot detari, mjeshtëria e detarit, mjeshtëria e lundrimit në përdete. Pra janë të gjitha këto terminologjia e detit që përdorin këta mjeshtrat e detit që kur janë atje luftojnë me mishe, me shpirt, me dallën, me stuhinë, që të realizojnë atë ëndrrën për të sjellë bollukun në qytetin e vet, në qytetin tonë, te lagja, te familja, dhe kështu e gjithë kjo mjeshtëria e këtyre njerëzve të detit që sakrifikojnë, që na vinë kaq bukur në këtë ekspozit, janë vlera befasuese për të gjithë ne që jemi vizitor në këtë formë grafike të kësaj ekspozite, muze për festën e peshkut, për festën e peshkimit, për festën e detarisë. Ky është i jep të varkës, është një ide që në të ardhmen mund të jetë një simbol në një kënd të qytetit, do të thënë barkë. Duart e peshkatarë, po të shikosh duart e peshkatarë, edhe këtu, dhe këtu, dhe këtu, edhe këtu, edhe atje, po janë rjetët. Ata e dinë si lidet grepi, ata e dinë se si riparohet rjeta, pra janë duart në mënyrë grafike që bëjnë gjithë të punë. Tarët, poetët, përkineastët, Hemingway për shumë, Plaku dhe deti, luftë për ekzistencë, plaku peshkatare që lufton me balenën, me gërsirën e detit, nobelist kuptohet, një autor pers, me Irani, ose Irani, me Sheherazadi, dhe në ditë e sotën në vitin 13, 20, 24, 35, 37, 26, 27, deri në